Rikthehemi tani ndeshjes Shqipëria-Andorra që do të mbahet pikërisht sot në arenën kombëtare. Dea Kozma do na tregoj pak më shumë për formacionin që është publikuar tashmë dhe do të jetë skuadra që Silvinjo i ka besuar edhe këtë ndeshje të rëndësishme ku nuk mund të kemi rezultat tjetër veç se të marrim 3 pikë. Dea, të përshëndes. Cilët janë të besuarit e Silvinjos në këtë ndeshje? Të përshëndes Loneta, në fakt ka pasur shumë surpriza nga trajneri Silvinjo, emra që nuk mendoheshin që do të ishin mes 11 titullarëve, megjithatë ai ka qëndruar besnik skemës së tij të preferuar 4-2-3-1, nuk ndryshon porta edhe mbrojtja, krahasuar me atë çfarë ne pam në Angli, në portë do të jetë Thomas Strakosha, edhe pse u lakua së fundmi që mund kishte shqetësime në seancën e fundit stërvitore, ai paraqit mirë edhe në formë të mirë fizike dhe u stërvit në intensitet të plot. Për këtë arsye edhe këtë herë trajneri Silvinjo i ka besuar një fanell titullari, nuk do të ketë ndryshime as në mbrojtje, nga krahët do të jetë Naser Ali, ndërkohë krahati Ivan Balliu. Edhe qendra nuk do të ketë ndryshime, Arlinda Jeti me Bera Gjimshitin. Surpriza ka në mesfush, pasi shumë pak mendonin që mund të jetë Julian Shehu, ish futbollisti i Laçit, ka zgjedhur Silvinjo që të jetë mes 11 titullarëve, ndërkohë krahati do të jetë Christian Aslani. Ndërkohë në rolin e regjisorit tashmë rikthehet Qazim Laçi, duke lënë në stol kështu Nedim Bajramin. Surpriza ka edhe në sulm, pasi nuk do të luajë Yasir Hasani, por do të luajë Arber Hoxha. Ndërkohë në krahun tjetër do të jetë Armando Broja. Ashtu sikur se e kemi thënë edhe në lidhjet më përpara, edhe maja e sulmit do të ndryshojë, nuk do të jetë Uzuni, por do të jetë Rej Mana. E këto janë 11 titullarët që trajneri Silvinjo i ka besuar për ndeshjen me Andorrën, një ndeshje shumë e rëndësishme, një ndeshje ku Shqipëria e ka me detyrim për të marrë 3 pikë, kjo edhe për shkak të nivelit kundërshtarit. Megjithatë, djemt kanë presionin në anën e tyre, megjithatë do të japin maksimumin për të marrë fitoren. Dhe siç mund ta shohim Loneta, unë jam në tribunën kryesore të stadiumit ku tashmë ka nisur që edhe të ndihen ato emocionet, kuqezia, atmosfera e tifozëve, kanë mbritur tifozët mund të themi të parë, ndonë se ka edhe afro pak më shumë se një orë që ndeshja të startoj, ka pasur një kontroll të imtësishëm nga forcat e policisë. Në fakt, këte kanë paralajmëruar edhe më parë, duke evituar kështu probleme apo tensionet mundshme që mund krijohen mes tifozëve edhe forcave të rendit, do të ketë kontroll të imtësishëm edhe kështu ka rezultuar. Në fakt, kjo edhe për faktin se Shqipëria si një kombëtare pritse do të jetë e detyruar, siç e tham, për të fituar dhe presioni në këtë ndeshje është në anën tonë. Situata duket e qetë aty ku je ti, ndërsa tifozët i drejtohen stadiumit.